Mbrëmjen e së shtunës në oborin e një prej banesave karakteristike të Shkodrës, pikërisht në shtëpinë e një prej personaliteteve të letrave shqipe Samir Epishtit, do të zhvillohet edicioni i 4 i Festivalit të Krimtarisë Letrare Gegnisht. Ky event, që po shndrohet një traditë kulturore të qytetit, mbledh së bashku poet, prozator, përkthyes dhe studiues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut dhe Mali Zi. Organizatorët thonë se synimet kryesore të këtij eventi janë zgjerimi i pjesëmarrjes edhe ngritja e standardit të krimtarisë në Gegnisht. Kjo frymë gege që ne na bashkon është ajo çfarë mendojmë ne për të arritur në një të ardhme një letërsi e cila ishte e fikun dhe tashmë është ne si një flak e vogël që do vazhdojë dhe të hapet në formën e radhëve dhe të radhëve. Nga ana tjetër, ne kemi edhe tosk, të cilët me dëshirën më të madhe kanë marrë pjesë në këtë event për të provu veten edhe me Gegnishten. Gegnisht është kthyer në një platformë të rëndësishme për promovimin dhe fuqizimin e letërsisë gege, duke sjellë në vëmendje figura të shquara të kulturës shqiptare dhe duke nxitur krijimtarinë e re në këtë dialekt të pasur. Synimi i Gegnishtës, pra edhe forumit tonë edhe festivalit dhe aktivitetit nuk është thjesht të mbetet tek territori i Gegërisë, por normalisht duhet jeni u komunikimit edhe me të gjithë pjesë tjera të shqiptare, sepse letërsia, pra shtëpia jonë e madhe, ka diversitet. Përveç këtyre aktiviteteve që janë krejt me bazë vullnetare, duhet futet edhe në holli zyrtare. Në shkolla, fëmijët duhet mësojnë Gegnishten, në mënyrë që ato të arrijnë me komuniku me Fishten, të arrijnë me komuniku me Mjeden, të arrijnë me komuniku edhe me variante të veçanta aty në infrashit. Gjatë festivalit do të ndahen çmimet letrare Arshi Pipa për esenë më të mirë, Ndre Mjeda për poezinë, Gjon Shllaku për përkthimin, Ernest Koliqi për prozën më të mirë, si dhe çmimi Samir Epishti, që është edhe një nga risitë e këtij edicioni. Unë për mas teje, jetën që bora.